Të gjitha ankohen se çmimet janë rritur, por askush nuk thot se ku mund të hash mirë me pak lek. E besoni dot që gjitha këto ushqimet kanë kushtuar vetëm 800 lek? Nuk po e mbaj sekret, por po ju a them, aplikacioni Taste Don't Waste ju bën të mundur që të merrni ushqime të freskëta, të cilat janë me çmime shumë të lira. Pasi mora të dyja pakot e dy bizneset që i kishin rezervuar, shkova në shtëpi për të parë se çfarë kishin brenda sepse ishin surprizë. Kjo që hapa ishte pakoja e parë, ndërsa kjo është pakoja e dytë e cila ka 2 kuti me ëmbëlsira. Kutia e parë dhe kjo është kutia e dytë. Ushqimet janë të paktën 50% më lirë nga çmimi i tyre origjinal, thjesht nuk janë shitur gjatë ditës, por vazhdojnë të jenë të freskëta. Të parin hëngra sanduiqin se po më hahet diçka e kripur, pastaj këto donuts dhe pastaj provova disa nga ëmbëlsirat tek pakoja e dytë. Për të gjithë studentët, por jo vetëm, sepse çmimet realisht janë shtrenjtuar shumë, Taste Don't Waste është zgjidhja më e mirë që ekziston. Shkarkoni aplikacionin, shikoni ofertat fantastike dhe mos humbisni pakot që postohen nga bizneset çdo ditë. Ciao!